Problemet dentare tek fëmijët janë një nga shqetësimet më të zakonshme që mund të hasen gjatë zhvillimit të tyre. Ushqimet e pastrua me sheqerna dhe yndyrna dhe mungesa higjienës së duhur janë ndër shkaktarët kryesorë të prishjes së dhëmbëve tek fëmijët. Fëmijët sot janë më të ledhatuar nga prindi dhe normalisht ata hanë ushqime të buta, të cilat kanë një përmbajtje të lartë të sheqernave dhe ushqimet normalisht do të indikojnë në mënyrë direkte tek ngjitja te dhëmbët dhe te dhëmbët pastaj është më e thjeshtë që vetë bakteri të shkojë të hajë ushqimet, se e pëlqen dhe bakteri ushqimin, e mirë dhe pastaj fillon ha edhe vetë dhëmbin. Por duke qenë se fëmijët janë të vegjël dhe normalisht e kanë një çik të vështirë të përdorin furçën deri në pjesën posteriore të dhëmballëve, atëherë këto ngelen për një kohë shumë të gjatë atje. Dhe ky është faktori kryesor që vetë do shkatërrojë struktura e dhëmbit. Nëpërmjet programit të depistimit i cili synon të identifikojë dhe trajtojë në kohë problematika dentare, shumë fëmijë të arsimit të ulët dhe të mesëm marrin shërbime dentare falas që prej vitit të 2022. Japin shërbimin në 64 mjek stomatolog, ndër të cilët 53 në arsimin bazë dhe 11 në arsimin e mesëm. Shkollat e arsimit bazë, në të cilat neve japim shërbim, kanë një numër total prej rreth 40.000 nxënësish. Në bazë të depistimit konstatohen problematika të ndryshme të cilat nxënësit kanë, plotësohen kartelat dhe njoftohen prindërit për shërbimet që nxënësit duhet të marrin. Muaj mars është edhe muaj i ndërgjegjësimit për kujdesin ndaj shëndetit oral, ndërsa mjekët apelojnë për më shumë kujdes të shtuar dhe kontrolle periodike.